Një votë pas kam sigur këtu në një. Mirë, së pari ju falenderoj ju që jeni prezent këtu, po edhe shumë demokrat edhe aktivistat forumit rinor, të cilët domon në gjithë periudhë opozitarizmi, unë kam qenë shumë herë në krah të rinjve, të studentave dhe të atyre që protestojnë. Sidomos pas periudhës 2018-ës kam qenë pjesë aktive, jo vetëm me protestave që organizon PD-ja, por edhe përgjithsisht të gjithë protestave që ka organizuar dhe shoqëria civile dhe eksponent të ndryshëm, dhe di që forumi rinor i ka dhënë një jo nuk po i them ton, po gjithmonë ka qenë themeli gjithë aksionit të Partisë Demokratike dhe protestë. Shu ka qenë gjithmonë. Unë aktivitetin me forumin rinor e kam fillu. Nuk e kam fillu në mënyrë normale si që fillon në 20, edhe unë jam zgjedh nga salla. Dikur në vitin 99 jam kthyr në Kukës se kam punu një farë kohë me gazetarët e medjave në kohën e Kosovës. Dhe u zgjodha për herë të parë kryetari i forumit jashtë vullnetit dhe dëshirës partisë. U zgjodha me vota direkt nga salla. Fitova rreth 67% me sa më e men atëherë. Çfarë do thotë që në atë kohë pash një çudi të madhe, unë për shembull që isha një i ri aktivist që isha që ditë e para të PD-s kur u themelu, pa e ditë se kush do jenë drejtues të partisë, kush do jetë pjesa e drejtimit këtij organizmi politik. Të them drejtën, unë atë kohë se s'është mirë gënje, unë e konceptoja që drejtuesit e ri politik do ishin shtresa e disidentave, natyra kush e njeh Zefllumin edhe një eksponent tjerë, por nuk ndodhi kështu. A ishte mirë apo si ishte keq, ka ndodhur, nuk e diskutojmë më. Po koncepti im në atë kohë, dhe unë kam qenë shumë domani thellum çështjet e politikës për shkak sepse vija nga një shtresë për ndjekur. Isha një person që kisha reaguar që 14 vjeç, 15 vjeç kundra sistemit, kur u var Ravzinela, cilën ne do ta njihni si figurë. Unë e kam pat varur Ravzinelën në Kukës edhe e kam përjetuar shumë keq. Pjesën e qeverisë, pjesën e errët komunizmit. Kjo më bën që t'jem edhe sot vi këtu me zë kritike dhe që diku i pëlqen, diku si pëlqen. Po do ta shpjegojmë, aq sa të kem mundësi për një kohë koncize. Pra vi nga një aktivitet i hershëm, edhe jo rebelim, por nga një domthon formim edhe edukim edhe në familje që mos ta konceptoj këtë punën e mungesës lirisë dhe demokracisë, nuk reagoj. Dhe kam reaguar gjithmonë. Për ato që më njohin, një prononcim ka pas doktori, se kam ndjek shumë në debatet e veta televizive dhe në pyetjet që kanë thënë gjatë gjithë karrierës bërit politik, nuk kam njoft njëri më të pavarur. Këtë e ka thënë shumë saktë. Unë mendoj që kam qenë në njerëzit më të pavarur në herë që atë gjithë aktivitetit politik timin brenda Partisë Demokratike. Dhe unë nuk jam shkput në një ditë. As të një parti, as të partia tjetër, sepse e kam konsideruar veten pjesë të rëndësishme të Partisë Demokratike. Dhe për kontributin tim, aq sa, kjo parti për mua është partia ku kam zhvilluar gjithë aktivitetin politik dhe kam besuar që mund të sjellë ndryshime të mëdha në këtë shoqëri. Pas 30 vjetëve na rezulton që kemi ca probleme. 31 vjeç. Pse na ndodhin këto probleme? Dikush ka përgjegjësi. Përgjegjësi kemi të gjithë ne, po të gjithë ne nuk kemi bashkëvujtse dhe bashkëfajtor, sepse dikush ka përgjegjësi më shumë, dikush ka përgjegjësi më i zoti i shtëpisë ka përgjegjësi te familjet tuaja më shumë se ju nëse ndodh diçka te shtëpia, gjithmonë. Kështu është hierarkia, kështu funksionojnë rregullat. Dhe pse dola unë në këtë aktivitetin tim kam nga forumi rinor, kam bashkëpunu me drejtues të rëndësishëm, me Sokol Oldashin, për shembull, kur ka qenë kryetari i parë i forumit rinor, dhe një ndër arsyet që kam pas kriju konsiderat për Sokol Oldashin e di cila ka qenë
Se element të vegjël nështë anë herë të bëjnë të shohësh se ky njeri ka me të vërtet përkushtim edhe çfarë dimensioni ka, edhe nga e vogla. Në një takim organizonim s'po e përmend për kë, vjen doktori dhe e braktisin rinia, ikin për të prit doktorin, edhe na lanë në një 7-8 vjeçve aty dhe detyruam të montonim gjithë elet me sokol olldashi, edhe nga bluza e bardhë e sokolit, pas montimit eleve përfundoi me bluzë të zezë. Detyruam i gjetëm i bluzë tjetër në vishe se nuk mund të rrinë të mund takim ashtu. Pra, ka qenë një njeri që jo vetëm ka pas aksion politik, ka pas organizuar një forum rinor me debat, ka pas organizuar një forum rinor, unë maj men paktën me 5-6 debate, tavolina e tjerë me radhë, pra ka pas format, edhe respektim të rregullave të menshëm. Pra, forumi rinor ka tradit, forumi nuk e diskutoj që forumi rinor ka qenë edhe gjatë gjithë saj kohë, pjesa më e rëndësishme në gjithë të protestat që unë kam parë. Protestat që nuk janë edhe normale. Do të keni qenë prezent edhe me 8 janar, ju e keni pa që anodhi me 8 janar këtu. Me 8 janar një sistem mendonte që mund të maj peng gjithë opozitën në Shqipëri, mund të maj peng 11 dhjetorin dhe veprojnë në mënyrë dhunshme, si nuk është parë, nuk është e toleruar. Unë kam pa këto skena edhe më të rënda, po nuk ishte normale që të hidhen demokratët në lan, të sulmohen me gaz, të rrifen, dhe pjesa më e mirë do të keni qenë edhe ju besoj këtu. Ka qenë veprim i turpshëm. Këto e bëjnë këta që janë përballë. Unë i njoh më mirë se ju s'keni si i njihni, se keni domethënë nuk i keni përjetuar sistemin e kaluam që ti njihni këto në thelbin e tyre siç i njoh unë. Këto që kemi përballë. Pra këto që kemi përballë kanë disa mekanizma shumë të rëndësishëm se të rrinë kam dhe pse jeni ju të rëndësishëm për të rrezuar këto. Se unë mendoj që këta të vjetrit nuk i rrezojnë dot, se do t'ju jap edhe argumenta sepse. Ju jeni të rëndësishëm sepse kërkon aksion politik për të rrezuar një sistem që është ndërtuar mbi një aktivitet kriminal ekonomik oligarkik. Do thotë këto kanë lëndën e parë, kanë ekonominë, kanë mjetet financiare për të kontrolluar gjithë shoqërinë dhe për të deformuar demokracinë. Këto kanë gjithë mjetet financiare, sepse pa mjetet financiare nuk do të realizonin dot. Nga kanë burim dhe ajo që është më rëndësishme që një pjesë mirë të mjeteve financiare këto i kanë nga burim nga krimi ekonomik, nga veprimtaria mafioze. Më falni, Pra ky sistem i ka gjitha mjetet për të kapur edhe institucionet. Shkon dot në përgjykatë, shkon te policia, unë i kam pasur që ndodh me tritë e policia. Se më ka rastis, ka ndodhur edhe vet. Po të futesh aty nuk ke drejta njeriu, më trajtuar si kafsh. Nuk kanë drejt ta arrestojnë një për tubim paligjshëm. Sepse rezultoi, po jo nga aksion nga Partia Demokratike, po nga një individ. Kërkoi dhe mbrojti në gjykatën kushtetuese që tubimet që këto duan t'i vrasin tubimet, sepse aksioni politik aty është tubimet e protestat, dhe me cilin ju keni lidhje shumë ngushtë, sepse ju jeni energjia e Partisë Demokratike. Po të shkosh atje, di që ato të shkelin çdo lloj drejte. Po të futesh mrena s'ka si kamerë, mund të bëjnë çfarë duan me ty. Po të shkosh mrena nuk t'i japin një telefon, të marrin telefonin për një avokat, pra të shkelin gjitha drejtat që në moment ta arrestojnë në rrugë, të marrin rrugë dhe të shoqërojnë, po që se kanë drejt ta bëjnë shoqërimin. Ose përdorin gaz që është veprimtar, ajo është akt kriminal. Atje do mund të vdesësh. Sepse jo të gjithë njerëzit janë në kondicionin fizik që e përballojnë atë mas gazi. Ti si mundesh ti të ushtrosh mbi 70-80 vjeçar ose mbi rinin të ushtrosh këtë lloj dhune. Tash pse e përmenda këtë? E përmenda këtë se kjo partia jonë, në momentin që na thotë, se unë kam provu këtë edhe me Traun e Kuksit, kam qenë një organizator. Po nuk kam leju të shkoj askush tjetër dhe me firmën time, qoftë kam pa ditë prokurorin, qoftë kam pa ditë policin dhe ministrin asaj kohë, dhe e kam ndjek edhe personalisht në seanca gjyqësore ku janë zhvilluar. 5 në Tropoj e 4 në Shkodër. E kam qenë edhe në gjykatë lart. Pse? Se në momentin që ti nuk ju del zot protestuesve tuaj deri në fund, deri në momentin e fundit, ajo quhet dopsi e drejtuesve dhe nuk të ndjekin më protestuesit. Mund ndjekin disa që janë shumë të spërvuar, por shumica do largohen. Pse them këtë? Se është aksioni politik për të rrezuar ky sistem
që ka kap drejtsin, ky sistem, që ka kap ekonomin, ka kap politikën. Unë nuk kam pa në një aktivitet që unë kam prit gjithmonë, për shembull që mos dalë bërtas vetëm unë të dera, po dikush tallet me mundin tonë. Dhe kisha qenë shumë me mu, edhe një pjesë edhe mos talleshin, sepse unë jam një njeri me karrierë gjatë, nuk më lejohet flas gjëra pa bosht, pa bazament. Ne jam edhe konservator. Në momentin që marr një vendim unë e di që e kam shumë drejt, ose nuk e marr hap gojën fare, pra jam i qëndrueshëm si person. Po tallet Lulzim Basha, dhe t'ju thojë gjithë demokratëve që fitojnë betejat e mia pa pyet asnjë, kjo ka qenë në turp. Dhe ai atë ditë nuk duhet ju ta kishit leju që të hynte te dera e Partisë Demokratike. Sepse ajo ishte tallja më e madhe që i bëhet dhe njerëzit që reagojnë më të parë duhet jeni ju. Nëse te ju vritet kuraja dhe nuk shihet e vërteta, kush do ta shohë? Do ta shoh unë që kam fëmijë për të majtë, që marrin telefonin e më thotë të heqim rrogën e të përzam prej punës, na lëm biznesin e copën e bukës. Pa ju jeni më të lirë, më të pavarë, është mosha që e bën këtë. Nuk ka ndodhur kjo. Përgjegjësia është atij që ulet këtu në krye tuaj, edhe frymën që ju të çon te ju. Këtë nuk e lun topi që e ka përgjegjësinë leadershipi. Në 2001 me Josefina Topallin e kam pas të debat edhe me Sokolldashin. Humbëm zgjedhjet e 2001-shit, zonjë thash, a di me thon diçka, çfarë faje kam unë para leadershipit? 2001-shin. Pra mos i ngatrojmë leadershipi që merr përsipër drejtoj, ma përgjegjësi edhe për frymën që krijon me ju. Këtë parti po nuk u qut me boj ju, harrojeni se këtë bëhet fjalë për këtë 10 vjeçar, harrojeni këto që i kemi në drejtimin e sotëm. Nuk e kanë kurajën për të përballë, as për ta rrezuar sistemin. Se po ta kem kurajën për të ballë sistemin i parë do bërtas unë. Bravo ju qoftë. Po si shoh? Ç'a lëvizin këto? I ke shifni ju që të godasin oligarkinë këto? Ku kanë ndërtuar themelet nuk i shifni. I shifni ju që u bën pjesë e një sistemi drejtësie që se dim çfarë është, nuk shkon dot gjykat kushtetuese se Edi Rama nxorri një shprehje më mirë djepin bosh se dreqin mrena. Do më la pa gjykat kushtetuese, pa s'ke ku ankosh. Kam çështje gjyqësore që i kam hap janë 2 vjet, 3 vjet presin aty, nuk them për nuk funksionon sistemi i drejtësisë. Një shoqëri pa sistemin e drejtësisë shumë eficient nuk funksionon. Dhe konservator që unë mendoj që duhet futet si frymë edhe te ju edhe debatohet, e kanë në themel këtë. Shtetin e kanë një gjyqtar që vendos për rregullat, mbron liri, drejtat e njerëzit, i lë njerëzit të ecin të lirshëm në biznes, kanë konkurrencën, thotë konkurrenca është ajo që i përcakton. To e kanë vrarë konkurrencën. To kanë kap çdo gjë kanë kap. Ti je biznesmen, këto të bin tatimet, kanë ndodhur, keni pa me qindra raste, presion. Të nuk e njohin votën ky sistem, se e kanë 45-ën kur kanë ardhur të kështu e kanë një pjesë, mund t'ja u tregu në për familje, se dhe unë këtë të lexuar e kam, kështu kanë ardhur, me kutia e kanë vjetë votat. Edhe votim demokratik, po votim demokratik e bën të Enver Hoxha në 45-ën, po kjo kokra këtu është kërcet, kjo kokra këtu nuk kërcet. Edhe merr të vesh se çu do votohet, 45 vjet na e kanë ngretë sistemin. 30 vjet kemi që luftojmë për demokraci dhe në themelet e demokracisë tonë sot jemi shumë të brisht. Kush janë fajtor? Gjithë bashkë, po disa kanë më shumë përgjegjësi. Sepse ai që merr përgjegjësitë e drejtimit, ai gjithmonë ka më shumë përgjegjësi se ushtari. Oficeri ka dhe generali kanë më shumë për luftën kur thotë humbi filan general, majnë me ushtar. Po se kështu funksionon, kështu është e ndërtuar hierarkia. Ai që ideon, ai mban edhe përgjegjësitë. Çfarë ka ndodhur mas 30 vjetëve? Dalë edhe bërtas unë për votën dhe them, kjo puna e votës është guri themelit. Po më shumë ta prekim me dorë, dhe kushdo që ju ka thënë herë ta prekim me dorë, ai është armiku numër 1 i demokracisë. Ai është bashkëpunëtori më i afërt i Edi Ramës. Doni ta verifikoni kë keni në mes tuaj bashkëpunëtorin më të afërt të Edi Ramës. Pa e ditur, ë? Se ti mendon që e preke votën dhe nuk i shërben Edi Ramës. Jo. Se ja dhe shoku, ti ke shërby sepse ti ke fut frymën e konfliktit mërna llojit dhe ke dëmtu imazhin e demokracisë dhe besueshmërisë të vetes tënde, edhe të strukturës që formon.
Pra të punë ta libertasun, se s'kam punën as me Albanën, as me tjetrin, as me drejtuesit tuaj, me asnjë. Pse s'di ti kem shokun? Sepse po të eci me sistemin që duhet t'i bëj shokun këto njerëz, që edhe unë të kem ca vota dhe të shkoj te G29 atje te kryesia, e kam rrugën e hapur, nuk ma nalon asnjëri. E kam pas rrugën e hapur me Lulzim Bashën, e kam refuzuar në 2005, e kam thënë për mua është turp. Nuk e pranoj këtë kondicion. Ti do marrë me na ndërtu këtu, do të basardosh, do të shkatrosh një parti, unë të bëhem pjesë e jotja, kategorike jo. Dhe këtë nuk e them për fjalë, po e them sepse kam refuzuar të jem edhe drejtuesi një departamenti edhe antar kryesie, drejtuesi lart i kësaj partie në atë kohë. Pse? Sepse nuk mundesh ti të shohësh se si shkatërrohet mjedisi dhe ti si gjeli maj pleu, të futesh aty dhe thu kur të mvi radha mu. Ja, nuk funksionon kështu. Keni rastin më tipik që ju keni treguar një dobësi shumë të madhe në rastin e 2017, si strukturë, jo ju, se mund të kenë qenë tjerë, se ju s'keni qenë nështë në 2017, po struktura e forumit, që ndodhi me kryetari tu ju i hiqet e drejta, që të kandidoj, pas një fitore mrena forumit rinor. Nuk gënjej këtu besoja, do më është fakte që e dini si fakt. Belin Klliqi zëvendësohet me Ervin Saljanin, i cili në atë kohë, më falni, ishte në garë dhe humbi garë. Më falni. Nuk ka të bëjë me Belindin. Më falni. Kjo ka të bëjë me faktin që një forum rinor në përkamet institucioni i karrierës. Pra unë vi fitoj marrë vot besimin tuaj dhe del si ai kryetari sipër dhe thotë jo nuk të lejoj ti, kush je ti? E je të shtëpia? Edhe të shtëpia nuk mund e bën këtë vepër. Pra ç'a ndodhi në atë kohë? Nuk kërkoj ndjesë. Në atë kohë ndodhi një shkelje e rregullave bazike në demokraci. Mund të ishin të dy, por nuk mund t'i mohoje drejta kryetarit FRPD-s. Dhe kryetari tuaj kam thënë, ti duhet krysh detyrën tënde në mbrojtje të dinjitetit të forumit Partisë Demokratike. Kjo ka qenë e vetmja lëvizje e juaja në atë kohë për t'i bë ballë Lulzim Bashës që kur filloi të shkel me këmbë çdo lloj institucioni forumi mrena Partisë Demokratike. Është fakt konkret. Po karrierën pse e përmenda? Sepse karrierën tuaj nuk e bëj unë që jam sipër tuaj. Nuk e bëj karrierën tuaj, e bën aktiviteti juaj. Kur dilni kryet ballë protestave, kur dilni fitues në strukturat tuaja, kur ju filloni merrni domthon përgjegjësi për sipër dhe dilni suksesshëm, nuk ndalon kush rrugën dot më sipër. Unë nëse jam fitues në një zonë, në një pozicion dhe kam dhënë prova se kjo është merita që flasin këto, të drejtën për të shkuar më sipër nuk ma ndalon dot askush. Nëse jam humb me rënje, unë nuk kam se si bëj karrierë. Se humb me rënje do thotë, le që ke humb, po ke radhë rezultati. Nëse unë jam fitues ti nuk më gjykon dot. Vetëm në rastet kur unë nuk plotësoj kritere, për shembull që pastërtia figurë këto janë tjerë element. Pra elementet e karrierës duhet ndërtuar në statut edhe te ju. Nuk është kjo punë hajde ti mbledhim shok ne bëjmë forum, nuk bëhet forumi me shok, bëhet me frym. Me besueshmëri dhe shtrihet kudo, duhet këtë shtrirje. Sepse unë kam qenë pjesë, e di shumë mirë se si një forum bëhet makineri shumë e fortë për të mundur Tiranën, se makineri ju do funksiononi gjithmonë. Po që të jeni një organizëm, që të keni shtrirje dhe besueshmëri kudo, duhet të ndodhë kjo. Pra kur them karrierë, po debati, si do evidentohen ju? Janë shkollat e debatit kudo. Njerëzit evidentohen se sa të zot janë kur fillojnë edhe debatojnë me njëri tjetrin. Kur ju keni një statut që e keni debatuar mes jush. Nuk i kam gjuar njëherë se kanë ekzistuar njëherë këto. Dhe po e hoqë debatin aty në një mjedis, ku njerëzit nuk merren vesh, që debatin të ne është tradit. Dhe tradita është vlera, tradita është koncentrimi logjikës, nuk është tradita si që e përdorim në rëndom të traditën dhe nuk marrim thelbin asaj çfarë quhet tradit. Është bashkësi, vlera, është mijëvjeçare. Në themelin ton ka qenë kuvendi dhe debati. I këtij kombi. Kush janë këto që e shkelin, se u bën që një 70-80 vjet që kanë filluar dhe ja kanë humerën. Asaj tradite. Ajo traditë më ngrehet më lart, po jo nuk mund të shuhet.
S'ka debat, 30 vjet demokraci nuk ka. Mes njerëzve dhe për proceset. Që këto punë bota e di me kohë. Pra këto element janë element të organizimit tuaj. Janë element që nuk mund t'i diskutosh, dikush po ta ngjosh thot, nga që këto nuk mungojnë thot që këto elementet e debatit, këto elemente që ti diskuton karrierën, shtrirën, gjithë këto. Element dalin edhe thonë që më çka kërkon këtë luks. Nuk është luks ky. Ky quhet standardi minimal. Po nuk e zbatum gjithë të standard minimal, të mësohemi me këto rregulla, ne do jeni prap mekanizëm që do funksiononi, po nuk e mundni dot, nuk keni ekip për të mund kundërshtarin. Se kundërshtarin në këtë rast nuk ke topin dhe po i bën gol, njëri e tjetrin. Në këtë rast nuk e bën individi. Në këtë rast e bën golin elektorati, ato njerëz që du beson. Në golin këtë rast e sa njerëz u besojnë atje matan. Atje që ju shohin. Pra nuk është aftësi personale e triblimi një individi, një drejtuesi. Kjo është lojë masive sa njerëz do marrësh ti me vete për të mundur Edi Ramën me vota. Kur Edi Rama ta shkel votën, po të preket vota këtu ti ke vrarë aksionin tënd politik. Si e vret aksionin politik? Se nesër do debatosh me Edi Ramën dhe ai thot, po Damian Gjiknuri im ka 10 vota, ose sepse ai i përmendet Damian Gjiknuri është goditja më e madhe që i bëhet. Një person i cili është i kapur me video që 10 vota. Po e pam potëm këtë fenomen këtu mrena nesh, dhe ju nuk e kundërshtoni. Nuk revoltoheni se për ta kundërshtuar shkollaj. Nuk e sulmon dot Edi Ramën, sepse ai nesër të ballafaqon fakt për fakt. Dhe fakt për fakt, unë që e shoh që jam elektorati, thon pa më një lloj janë këto. Dhe ti po nuk bën diferencën që si një lloj me ato nuk e merr votën e elektoratit. Aksioni politik për të rrezuar këtë sistem, ky është. Njerëzit janë të revoltuar, fitojnë besimin dhe e vetmja rrugë para se të shkosh te procesi i votimit, është rrëzimi i kësaj qeverie për skandalet e veta, për sistemin që ka ngrejt. Dhe për këtë duhet të kthehet besueshmëria e gjithë njerëzve që të shkohet te kryeministria atje. Jo si shkuan në 2018-ën dhe më ka ardhur keq 10-15 studenta dhe nuk i mbështeti asnjë. Nuk i mbështeste forumi rinor 15 studenta që kërkonin të rrëzonin Edi Ramën. Ka ardhur Genti në orën 12 natës, Genti ka ardhur atëherë dhe më tha, na solli druën, na solli. Unë rastësisht kalova në rrugë dhe neta deri në mëngjes. Po. Në atë kohë, se di kush janë në atë kohë, po flas për ju, për ato të asaj kohe. Po. Nëse ka lidhje me protestat që kanë bërë në universitetet, ka qenë aty prezent? Jo, te rasti i kryeministrisë tash, se jam unë prezente dhe nuk kanë qenë. Te rasti i kryeministrisë kanë qenë unë prezent. Kam një gjithë natën me studentat. Dhe Genti që ka qenë një ndër aktivistat të zjarrt këtu mes jush, unë e kam takuar atje, ka ardhur dhe na ka ndihmuar dhe kam thënë Gen, mos i lini këto vetëm, ose unë në rastisa në rrugë theva dhe po rrim me këto. Nuk duhet i lini vetëm se këto 15 po majnë frymën gjallë për të rrezuar Edi Ramën më burr. Ishte Klajdi edhe disa të tjerë. Në asnjë moment s'ka qenë. PD-ja ka qenë aty prezent. Kush? Jo. Okej, gjithsesi mund të jemi gabuar, po të ishin prezent nuk do ishin 15 vet, do ishin më shumë. Po, mund të keni qenë edhe në njëri për jush, po kjo nuk do të thotë se është për PD-ja. Okej. Tashti, pse e them këtë te aksioni politik? E them te aksioni politik se është mjeti i parë. Mjeti i parë i trysnisë që kjo qeveri të largohet. Rezistencë masive që kjo qeveri të largohet. Po vazhdojmë të futemi ne në këtë vorbullën e Edi Ramës, siç i ke ato deputet aty. Pa ç'a bëjnë, nuk mlidhen dot 40 burra me thonë, mos të bëhemi para Edi Ramës rezil, po ti ç'a do ti Edi Rama, ti do 2 emra për nesh djath, po urno 2 emra dhe mos e përdor për aksion politik. Vazhdon e përdor Edi Rama kaq kohë, nuk merren dot vesh për thjesht për ç'a? Për të vazhduar për të futur përçarjen e Partisë Demokratike. Cila është rruga tjetër? Rruga tjetër është përballesh me oligarkinë. Si përballesh me oligarkinë? Gjithë ky sistem financohet nga offshore dhe veprimtari mafioze. Kjo nuk është vetëm ta thush, se këtë po e them edhe unë sot. Po jam mundu të jap 2 ose 3 raste dhe them që ky rast
kanë të bëjnë direkt me ndihmën që politika i jep oligarkisë, që mos t'i kthej emri përsëritjeve. Pra kjo oligarki nuk si e kanë ndërtuar sistemin këto me offshore, keni pa ju që dalë një herë dekonspirohet raste të rralla shumë. Offshore i furnizojnë me lek, këto marrin lek, ngrenë biznese, me këto lek që kanë biznese, shkojnë edhe blejnë edhe vota nesër, ndërtojnë sistemin e manipulimit. Pra që kam dash të ofroj unë? Kam dash të ofroj në këtë fushat elektorale një model të diskutimit dhe të vendosjes rregullave dhe të pasjes vullnetit që ky ekipi jon të ngrihet në një nivel, jo këtu ku jemi, se unë besoj që duhet jetë nivel tjetër që ta rrëzoj, se s'mund të bëjmë prova me këto nivele që jemi, sepse i kemi bërë provat më përpara dhe kemi dështu. Dhe e dyta, aksion politik dhe aksion politik jo vetëm në nivelin e parlamentit, të ligjbërjes, po kudo, se edhe të ligjbërja ka probleme. Po kudo që ky sistem të rrëzohet dhe pastaj të hapet një rrugë për një proces të lirë demokratik të votimit. Nuk e di se sa më kuptu dhe edhe njerë, me kërkesin me ju e kam pas për të bashkëbisedu për këtë aspekt. Unë nuk vi këtu për çështje personale dhe çështjet personale në momentin që këtu ka probleme kaq të mëdha, unë s'kam pjesë me forumin normë pas për çështje personale. Po s'kam lidhje, kurse si. Se ka ndodhi dje një fenomen edhe me më falë emrin se Olin, bata një dhe orë, në momentin ka një strukturë, jam marrë me forumin rinor. Në momentin që organizohet një takim, më do mu Belindi, IT, kush do qoftë ai. Unë jam kandidat. Njani më tha ke gjujt helmi. Jo, më s'kam gjujt helmi unë asnjëherë. Unë po tregoj helmin që kemi mrena. Ka diferencë të madhe të tregosh të vërtetën, dhe po të tregosh të vërtetën dhe ta ballafaqosh me rrenën, ti ke tregu helmin, jo ke hedh helmin. Të du ta bëni diferencë secili. Ta marr. Ja tash ta jap jo me mandërprej jo se e kam me, po tash ta jap fjalën me njëherë. Kjo është diferenca. Aty ne edhe sikur ti isha me 5 vetun, do kishte kuptim, s'do kish kuptim. Sepse duhet të jenë një përfaqësi struktura që të ngjojnë. Kaq qenë kërkesa ime këtu. Tash për çfarë do lloj pyetje që e keni kundra, se për pro dihet, s'ka nevojë. Ko çka keni kundra ma drejtoni edhe sa të ke mundësi do ju përgjigje me shumë dashamirësi. Po ole. Po. Po. Me mikrofon. Se flasim për takimin që kishin lënë para 2 vite. Jo, para 2 ditësh një sqarim të vogël. Po sqaroj. Kemi marrë lajmërim dhe nga kryetari i forumit dhe nga sekretari i përgjithshëm. Gjysma, pjesa më e madhe nga këtu kanë qenë prezent. Ti, siç edhe kemi diskutuar, ke qenë poshtë tek kafja. Kemi dalë një pjesë që u jemi ulur aty. Okej. Por ju nuk keni zgjedhur të keni qenë ishit lart. Kjo është pjesë e ju. Kaq kisha për ta thënë. Unë edhe po të gënje nuk më le ajo Silvi, se e di pse s'më le Silvi ajo. Nuk më le se Silvi më ma fiks siç majti sot. Po mirë, jo, mirë, dakord, po nuk është ta që e mbyllim atë kapitull. Po. A kanë qenë prezent, Frepodeja ka qenë prezent që ditën e parë të protestës që është organizuar nga studentët. Struktura e Grudit ka qenë aty. Po ashtu dhe struktura e gjimnazeve, çdo pjesëtar i FRPD-s ka qenë çdo ditë dhe ka mbështet studentët kundra Edi Ramës. Olen, falenderoj. Unë falenderoj. Po them një diçka. Ti referohemi fakteve dhe edhe nëse ka qenë prezent pas kanë qenë gjithë Grudit ato, se unë Klajdin më mend aty dhe Klajdi ka qenë i smur dhe është larguar natë. Klajdin duhet ta njihni, po Klajdi Bellën. Me Klajdin kam komunikuar se unë nuk i njoh, them drejtën. Jo, po them natën e parë. Vetëm i ditë protest. Natën e parë un kam videon edhe unë i di gjithë kush janë, se un kam net aty dhe e kam me video dhe ajo që më ka shqetësuar që unë eksponent, unë nuk e kam njoftë, unë kam njoftë eksponent tjerë në atë kohë, Gentin edhe këto tjerë me cilën unë kam pas. Po s'është ne gjë për të përmend. Unë them që ja supozojmë, aty kanë qenë 10-15 vjet. Edhe po të jenë 10-15 vjet janë shumë pak. Ja po e pranoj, pas ka qenë gjithë Gruti. Po. Unë kam net aty se janë tash, do të më unë se s'është, nuk mund të mohim faktin, ha. Po. Në rregull është. Tani ideja është që, domethënë, e marrim nga protest nga 2017.
thatë për forumi që nuk ka reaguar. E vërteta është që forumi ka reaguar dhe ka reaguar fort në atë kohë kundra ish kryetarit. Dhe kemi reaguar edhe në një pjesë e jona, ka qenë edhe pjesë e fortoreve që u bën atë kohë për të rrëzuar Lulzim Basha. Nuk e arritëm, puna jonë pastaj gjithë bashkë kemi qenë. Për protestën e studentëve. Ajo ditë që thoni ju, unë e mbaj mend shumë mirë, ka filluar protesta diku në datën 4 dhjetor nga universiteti, nga Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimit, më saktë e ka nisë të urbanistikës, është bashkuar FSHN-ja dhe me radhë. Dita që po thoni ju ka qenë diku nga fundi i dhjetorit. Ajo protest ka zgjatur, sepse unë kam qenë prezant nga data 4 dhjetor deri nga data 2 apo 3 shkurt që është mbyllur ngujimin e juridik. Dhe kam qenë për ditë. Jo unë si njeri, po unë si përfaqësues i FRPT-s. Dhe nuk kam qenë vetëm. Ajo natë që thonë ju më kujtohet shumë mirë dhe ka qenë dita që protestat kishin filluar te Ministria e Arsimit dhe pati një farë ndarje. Atë mund pas kamerave kudo mund t'ju japun një shpjegim pse ka ndodhur ajo. Po nuk ka ndodhur për shkak se Forumi Rinor. Forumi Rinor e ka drejtuar protestën e studentëve. Këtë unë e them sot, mund ta themi, në atë kohë ne ishim underground edhe ishin studentët, po fakti ka qenë që atë protestë ka drejtuar FRPD-ja. Se e shiti Lulzim Basha nuk është fajon. Dhe këtu nuk është fajon, kur që drejtuesi nuk është. Ne bjem dakord në 99% të gjërave që ju tha. Unë nuk dua t'i hyj fare diskutimeve tuaja në publik apo në media me kryetarin apo me sekretarin e përgjithshëm të FRPD-s, ato janë tuaja, unë s'ka marrë të bëj avokatin e atyre. Unë kam marrë për një takim me ju, mua vjen mirë që ka garë në Partinë Demokratike. Ju na vlerësoni duke të kërkuar takim me FRPD dhe unë ju falenderoj për këtë. Unë dua vetëm të bëj një pyetje. Ju po flisni për të shkuarën dhe për të ardhmen deri diku, por dhe ju keni qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe në drejtim të saj. Më thënë, nuk mund ta ndajmë të bardhë e të zezë. E shkuara, nëse ju nuk e di, domethënë se jam pak i paqartë kur i dëgjoj. Ju po thoni që gjithë kjo e shkuar dhe në drejtimin e Partisë Demokratike në krye me zotin Berisha ka qenë e zezë? Se njoh, se kam përdorur fjalën e zezë. Nuk e keni thënë, po nënkuptohet midis fjalëve. Jo, ta them unë pa rreshta fare, mos e nënkuptoj hiç. Unë po them që mbas 30 vjetëve demokraci, fakti që ne jemi në këtë pozicion me element shumë jo demokratik është përgjegjësia e të gjithëve, por atyre që e drejtojnë, e kanë drejtuar ndër vite është më e madhe se sa atyre. Dhe kjo është teorike dhe s'mund ta kundërshtoj askush. Pse? Çfarë fenomeni na ndodhin? Në 13 qershor, pse e kam kap si element? Në 13 qershor vitin e kaluam kur u zgjodh Lulzim Basha, e para njëherë ne u diskredituam sytë e opinionit publik se si mund të zgjidhet një njeri dështuar me aq shumë vota. A jeni dakord me këtë? Kjo ndikon shumë keq. Dhe e dyta, votat u manipuluan. Dhe manipulimi i votave është shumë i turpshëm. Çfarë ndodh? Nuk ishte vetëm manipulimi, po i detyruan edhe struktura për të manipuluar vota. Kjo ishte edhe më e rëndë. Dhe unë këtë e kam të faktuar. E kam kundërshtuar që vjet në 2013 dhe kam thënë, proces verbalet këto nuk mund ndodh kjo në Partinë Demokratike, është e patolerueshme. Po jo, se ti po egzageron, po hedh helm mbi këta drejtuesit tan. Po jo mos po hedh helm, po ky e ka falsifikuar dro letrën ku e ka. Ky është fakt. Ç'a ndodhi pastaj? Ndodhi që një nga drejtuesit e lartë PD-s, që mos përmenim emra, e pranoi që kemi unë tha po të gjithë bashkë kemi 10. Dhe i bëni një shërbim shumë të madh PD-s. Pse i bëni ai drejtues shumë? Që pse ai filloi na dha një mësim që të formë të ridimensionojmë veten. Dhe ky është fakt. Dhe unë emrat që i kam përmend, për shembull këtë sekretarin tuaj un kam shumë respekt sepse është ka qenë zë kritik, unë e kam pas në takime i cili ka kundërshtuar realisht. Por të zgjidhesh një person i cili thotë që un kam 10 vota, në krye të institucionit nuk funksionon demokraci. A je dakord me mua? Është demokraci dhe zgjidhje vota. Jo, se ka kritere. Kriteret nuk lejojnë kur ti kryen një akt jo demokratik. Jo demokratik, po akt kriminal. Nuk mund të sidhesh ti me një ti më po të votën në xhep, po të zuron duke vjedh në xhep, dikë ti marron punë me politikën. Jo të vjedhësh vota, siç i ka ke punë. Dhe ky është gabimi i pafalshëm që nuk e ka mund pse u zgjodh filani, mëse mund të jenë shumë aty të përlyer.
Po nuk dalim dot ne të bërtasim se vodhi vota Edi Rama, unë ti, që se ne do dalim prap, unë si përdoj protestave. As të kuksi, as të PD-ja, as shkoj të policia, unë jam mësuar me këtë punë. Po qa do fillojmë të sakrifikojmë kotën, të bëjmë aksione lëvizje boshe, aksione boshe. Del Edi Rama dhe në debatin që do ketë me publikun, do thotë, vidhni ju, vidhnim ne, kështu ka shku kjo punë. Të sfumoj. Pra nuk dhe modelin e kundër. Kjo më shqetëson mu, nuk më shqetëson individi, se s'me hynë punë, as Edi Paloka, as Belindin punë të mija, dhe as mu më hynë punë fakti se sa këto ngrejnë zërin ku ndodhë kjo fenomen. Dhe majni me në fenomeni vrasja e parë politike dhe ndihma më e madhe që i kemi dhënë Edi Ramës ne është zgjedhja në krye, se po ta cilësoj me qenë se u fute në këtë temë, se s'duhet me rrëm me emra, Edi Palokës pas deklarimit publik që kemi 10 vota në krye të Këshillit Kombëtar. Është vetë vrasje politike. Ke vra aksionin politik, e pranon se pranon ti. Me dhimbje them edhe unë, po është. Pra ne duhet ta korrigjojmë. Dhe unë po i them, hajde ta korrigjojmë. Këto shumë prej jush mund t'ju kenë thënë që pse e bën ky. Njani më tha orë ta bëj një pyetje, mos ka fut doktori. Çfarë doktori, më un kam 5 vjet që gatrova me doktorin për këtë gjë. Kur doktori më 17 maj, për shembull thoshte që marrëveshja e Lulzimbashës me të është një arritje e madhe për demokracinë, për pluralizmin, çfarë s'ka shkruajt aty në letër, kam kap kokën me dur më çfarë u bë këtu në këtë partinë tonë. Ta them sinqerisht. Si mundet quhet një marrëveshje mes dy personave, futen atje me zyrë, me zg që atje firmosin letra dhe si tregojnë askush që bën arritje politike. Po pse se e thot doktori tash dhe doktori me vërtet ka kapacitet politik. Po duhet ta pranoj unë këtë? Si mendon ti? Unë s'kam marrë tu të njeh Jezu Krishtin, nuk kam marrë tu të njeh, pse edhe Jezu Krishti pa Bibël nuk vlen. Jezu Krishti është bo figurë e madhe, ose Muhameti se kanë thënë vepra të ti, thot, vepra vlen për këtë që e ka bërë profet. Se pa vepra kush do ish? Askush pa vepra nuk ec përpara dot. Edhe nuk mjetet në histori. Se në fund do ikësh ti dhe ne dy s'do dim që veprat, gjurmët që kemi lanë janë ato që na gjykon historia. Pra nuk e kam personal ti këtë punë, duhet ta kuptoj gjithë secili. Unë nuk kam hyrë në këtë garë dhe pse e mbyll, secili për ju ka drejt, sa të më shohë thot, pas ke qenë maskarati, nëse unë nesër bëhem antar i kryesisë ose bëhem në një pozicion drejtues. Pse? Se kam shit aksionin politik. Dhe unë moralisht kam bërë dëm më të madh se sa kam fitu. Dhe këtë e kam thënë, nuk e bëj dot. Pse? Në Këshill Kombëtar unë kam huma me vota në Këshill Kombëtar. S'ma keni dhënë ju tjerë. Bravo, ju kam ngrej dorën. Kam nuk kam thënë kanë 10 vota në Këshill Kombëtar. Kam humbur. Por i kam thënë, ati që ka numër votat e ke detyrim që atyre njerëzve 400 që i ke listu të vesh votat në krah. Ju keni bo votime, keni shkrujt votat në krah? Ta shi qatë them unë, këto nuk shnojnë votat në krah, unë të mbyllë syt? Pse si shnojnë votat? Qa kanë këto që nuk shnojnë votat në krah? Po nuk duhet bërtasim në këtu, të ngrejmë zë, qa janë regula në demokraci. Kur bëhet një listim, bëhet një votim, shënojnë votat dhe gjithë se cilit në krah. Nuk mund të atheshti këtë regull, kush do qofsh. Këtë po them unë, ose tjetër, unë kërkoj debat o burre dhëtë. Demokracia, thot, ne duhet kemi debat. Doktori në 11, dhe në 11 dhjetor, e pranoj faktin që duhet ketë primare. Primaret ju dini, janë shkallë e lartë organizimit debatit. Ndërsa unë po them, të bëjmë debat, unë e di se doktori është pesheran, po doktori për shembull sot para jush duhet ishim të dy bashk, debatonin për idetë, do bënit një pyetje për konservatorizmin, do futeshim më thellë. Si e konceptojnë konservatorizmin, si e konceptojnë ç'është, si qysh tek. Dhe unë jam shumë interesuar për shembull që konservatorizmi ty te ju si rrym, se kështu e mendoj unë. Doktori thot jo e pse në prit se e ke gabim edhe mu se thot se konservatorizmi ka këto element, nërsa ne do jemi në këtë spektër, si që do doktori, te partitë e djatha, unë thëmë te partitë konservatore. Këtë duhet bënim debat në sot. Ta që unë kam drejtu me shkresë zyrtare komisionit, be oferë doktorit, lutem doktor, hajde debatojmë para forumit, para strukturave të gruas, para edhe në disa dekë pakten, që të platformat tona t'i përballim. Ka unë kam një platformë ti një ti përballim edhe njerëzit t'i ngjojnë. A kam drejt ta bëj këtë? Ka se më hon dot njeri. Pra po kërkoj gjëra shumë bazike, nuk po kërkoj dhe nuk kam çështje personale dhe për këtë nuk e bind, po do bindesh në kohë dhe do e shohësh se vazhdimësia i tregon. A ka një pyetje tjetër?
Unë kam ditë se keni me mytë keni me mbocopa, më ka lërë rahat kjo. A t'ju falenderoj pra, jeni të mirë për mu, jeni jo pjesë rëndësishme, po vetëm ju nëse boni lëvizja kryesore për të arzuar Edi Ramën, thash edhe njerë se nuk na kanë shterë energjit, sa më lartë shkojmë aq më shumë shterën energjit, sa prej moshës, sa prej thash për interesave, kështu që vini e shpallët se punë e ju që të arzojmë bashkë, se nuk e ju falenderoj edhe njerë, jeni